Selam aleikum, a marrë gjuna, në qoftë se unë nuk pranoj që burri im të ketë grua tjetër, përveç meje. Aleikum salam, rahmetullah. Të jetë gruaja xheloze është pjesë e natyrës së saj, Allahu e ka kriju të tillë. Pra nëse nuk është xheloze, themi është jashta natyrshmërisë së femrës, kështu që është normale një gjë e tillë. Edhe ti je xheloze nuk ke gjuna, inshallah taala. Edhe të mos pajtohesh me diçka tillë, por të marrësh veprime të ndaluara që i ndalon feja për ta pengu bashortin nga martesa me grua të dytë, përderisa është në formë halal, kjo pastaj kalon në gjuna. Kalon gjuna, për shembull, ai martohet qysh duhet, edhe qohet gruaja parë nalet prej burrit. Nuk shkëthet unë aty. Pa kur farë veç për qatë sebeb, e atëherë hyn gjuna. Pra përderisa ty të lejohet me bë dua që mos më martuaj me dytën, të lejohet mos më dash një gjë të tillë me zemër, më mundu me e pengu në forma halale, kam fjalën, domethënë tash mos hyn në detaje këtu me mësu hilet që me pengu burrin nga një martesë e dytë. Mirë po, përderisa nuk bën asgjë të ndaluar me Islam, s'ka problem. Nuk ki gjuna inshallah taala. Atëherë kur bën diçka, çosh për shembull edhe shpif për burrin tani, thua asaj gruas që e ke marrë vesh se burri dën me u martu me ta, shkon edhe i thu mos e merr burrin se kjo është kështu edhe shpif diçka për ta. Kjo është i pandershëm ose kjo është diçka shpif për ta. Edhe pa jo largohet, atëherë ke bën haram, se ke rrajt, ke gëny. Pra kemi situata kur s'ka gjëna gruaja dhe kemi situata kur ka gjëna. Pra s'ke gjëna ti që nuk pranon burrin me marrë tjetrën, po edhe burri nëse ka nevojë edhe se merr shkaku, edhe ai ka gjëna. Subhanallah.